Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vijim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Para Kuvendit të Shqipërisë janë regjistruar këtë paradite përplasje mes protestuesve dhe forcave të rendit, ndërsa brenda zhvillohej seanca plenare. Gjatë ubimit pati hedhje sendesh, tentativa për të çarë kordonin policor dhe ndërhyrje të efektivëve për të shpërndar turmën. Nga incidentet janë raportuar të lënduar si në radhët e policisë, ashtu edhe mes pjesëmarrësve në protestë. Situata para Kuvendit është përshkallëzuar me përplasje dhe tensione gjatë paraditës së sotme, teksa brenda godinës zhvillohej seanca plenare dhe jashtë saj vijonte protesta e qytetarëve. Në kushte të shtuara sigurie, forcat e policisë së shtetit kishin krijuar një perimetër rreth Kuvendit për të garantuar hyrjen dhe daljen e deputetëve. Megjithatë, protesta ka marrë momente tensioni ku disa prej protestuesve kanë goditur me vezë automjetet e deputetëve duke sjellë ndërhyrjen e policisë dhe shoqërimin e disa prej tyre në komisariat. Gjatë zhvillimeve, një grup protestuesh ka tentuar të çajë gardhin metalik rreth institucionit. Në këto momente, policia ka përdorur mjete shpërndarëse, përfshirë sprej lotësjellës për të kontrolluar situatën. Pas përfundimit të seancës, tensionet janë rindezur sërish jashtë Kuvendit, ku protestuesit kanë tentuar të bllokojnë daljen e automjeteve të deputetëve dhe ministrave duke hedhur drejt tyre vezë dhe shishe me ujë. Për të hapur rrugën, policia ka ndërhyrë edhe me ujë me presion duke shpërndar turmën dhe duke mundsuar largimin e mjeteve zyrtare, ndërkohë policia ka shoqëruar mbi 20 persona, të cilët sulmuan me vezë makinat e deputetëve para parlamentit. Pas ngjarjeve, ekspertët e policisë kanë kryer këshyrjen e vendit dhe mbledhjen e provave materiale për dokumentimin e plotë të situatës. Sipas të dhënave paraprake, gjatë përplasjes janë lënduar disa persona, përfshirë efektiv policia dhe protestuesë, ndërsa autoritetet kanë konfirmuar shoqërimin e disa qytetarëve në lidhje me incidentet e ndodhura pranë Kuvendit. Qindra e qytetarë kanë marshuar përgjatë bulevardit kryesor të kryeqytetit në një protestë kundër qeverisë, duke përsëritur kërkesat e tyre për ndryshim politik dhe institucional. Organizatorët deklarojnë se lëvizja do të vijojë deri në përmbushjen e objektivave të shpallura. Në mvalvitjen e flamujve kuqezi dhe mes pankartave me mesazhe kundër qeverisë, qindra protestues marshuan drejt bulevardit duke përsëritur thirrjet për ndryshim dhe duke deklaruar se lëvizja qytetare do të vijojë deri në arritjen e objektivave të saj. Në protestë morën pjesë qytetarë nga grup mosha dhe kategori të ndryshme shoqërore, të rinj, student, pensionist, profesionist, familjar, aktivist, por edhe shqiptar të ardhur nga diaspora u bashkuan në tubim duke cilësuar atë një reagim qytetar përballë situatës politike në vend. Gjatë fjalimeve të mbajtura para kryeministrisë, organizatorët ritheksuan 5 kërkesat që sipas tyre përbëjnë bazën e protestës. Në krye të tyre mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, ndërsa kërkohet gjithashtu krijimi një qeverie teknike, ndryshime kushtetuese dhe reforma që garantojnë zgjedhje të lira, institucione funksionale dhe një standard më të lehtë të përfaqësimit politik. Në përfundim të tubimit, organizatorët deklaruan se protesta nuk do të ndalet, duke ftuar qytetarët të vijojnë mobilizimin edhe në ditët në vijim. Sipas tyre, qëndresa do të vazhdojë deri në përmbushjen e kërkesave të shpallura që në nisje të kësaj lëvizje qytetare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje për lirimin pavonesë të personave të ndaluar pas përplasjes në protestën para Kuvendit. Ai akuzoi gjithashtu qeverinë për përdorim të pajustifikuar të forcës dhe cënim të lirive kushtetuese të qytetarëve. Sipas Berishës, protestat që kanë hyrë në muajin e dytë po marrin gjithnjë e më shumë për masa politike. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas ngjarjeve të zhvilluara gjatë protestës para Kuvendit, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm të gjithë qytetarëve të ndaluar nga policia. Sipas tij, personat e shoqëruar janë protestues paqësor që kanë ushtruar një të drejtë të garantuar nga kushtetuta dhe aktet ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Berisha ka dënuar ashpër mënyrën e ndërhyrjes forcave të rendit, duke e cilësuar atë si të tepruar dhe të dhunshme. Me dhjetra protestues u morën forcërisht dhe me dhunë për të transferuar në qelit e komisariateve. Edhe njëherë, kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjithë të ndaluarve protestues paqësor që po protestonin
në përputhje me të drejtën e tyre kushtetuese dhe Konventin Europiane të Drejtave të Njeriut. Berisha ka akuzuar drejtuesit e qeverisë për urdhërim të veprimeve të forta ndaj protestuesve, përfshirë përdorimin e gazit lotësjellës dhe mjeteve të tjera për shpërndarjen e turmës, duke pretenduar se janë përdorur edhe lënë të skaduara dhe pajisje speciale. Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhëruar nga Edi Rama dhe Tauland Balla ndaj protestuesve paqësor që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Ramës, sot narkopolicia përdori lëndë toksike, gaz lotësjellës të skaduar, përdori spraj ariu, lëndë piroteknike, topat e ujit, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor me një gërsi të papërmbajtur. Ndërkohë, protesta para institucioneve shtetërore vijon prej 33 ditësh me kërkesa për ndryshim politik dhe largim të klasës aktuale drejtuese. Ajo që nisi si një lëvizje me fokus mjedisor sipas zhvillimeve të fundit është zgjeruar duke marrë një dimension më të theksuar social dhe politik, me pjesëmarrje të shtuar dhe tensione në rritje në disa prej tubimeve. Kryeministri Edi Rama është shprehur se ekzekutivi po analizon me kujdes mesazhin që përcjell protesta, të cilin e konsideron ndër më të qëndrueshmet e viteve të fundit. Ai tha se në zhvillimet e saj kanë ndikuar edhe faktorë të jashtëm si dhe persona me të kaluar penale, ndërsa paralajmëroi një qasje të organizuar për menaxhimin e situatës. Ndërkohë, protesta para kuvendit u shoqërua me incidente dhe tensione. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se qeveria po e ndjek me vëmendje dhe po përpiqet të lexojë mesazhin e protestës që vijon prej javësh, duke e cilësuar atë si një nga më të qëndrueshmet dhe më të zgjaturat të viteve të fundit. Sipas tij, reagimi qytetar duhet analizuar në mënyrë të strukturuar dhe jo emocional. Rama u shpreh se në vlerësimin e tij protesta nuk përfaqësohet vetëm nga zërat e shfaqur publikisht, por edhe ndikohet nga faktorë të jashtëm dhe individ që sipas tij kanë qëllime të tjera nga ato të deklaruara. Patjetër që ne po përpiqemi ta lexojmë si duhet mesazhin, se protesta nuk është ajo që thuhet. Protesta është edhe ajo që nuk thuhet. Edhe për mirë dhe për keq. Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërbëtor të paguar, mercenar, të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, në protest janë edhe ata të cilët njerëzit duhet ta dinë se kush janë. Duhet ta dinë kur dikush është i financuar nga aktor që janë armiq ose jo dashamirës, se ka disa lloj aktorësh. Duhet ta dinë kur dikush që del në protest dhe premton Shqipërinë e lirë dhe të re, e ka karrierën e vet karakterizuar nga veprat penale. Duhet ta dinë kur dikush bën si i pavarur dhe si flamingo dhe ndërkohë ka dalë nga hundët e bufit kënetës, duhet i dinë gjitha. Në të njëjtën kohë, teksa protesta përpara kuvendit të shoqëruar me tensione dhe përplasje fizike mes protestuesve dhe forcave të rendit, kryeministri reagoi dhe në rrjetet sociale. Ai e përshkroi protestën fillimisht qytetare dhe paqësore, por që sipas tij ka kaluar në një fazë konflikti dhe dhune, duke kritikuar ashpërsimin e tonit dhe sjelljes në terren. Protesta e bukur e qytetarisë, atë dhe dashurisë, pastërtisë ja ka lënë vendin tani më filmit të vjetër të konfliktit, sherrit, të dhunës, ku thonjtë politikës së dështimit dhe zemërimit po dalin në pa me pisollikun e tyre karakteristik. Seanca e kuvendit u zhvillua në mungesë të deputetëve të opozitës, të cilët bojkotuan punimet pas refuzimit të kërkesave të tyre. Interpelancat e planifikuara nuk u mbajtën, ndërsa shumica parlamentare vijoi me miratimin e projekt ligjeve të rendit të ditës. Debati politik u shoqërua edhe me reagime lidhur me incidentet e ndodhura jashtë kodinës së parlamentit. Kuvendi i Shqipërisë është mbledhur si çdo të njëjtë në seancën plenare, por punimet janë zhvilluar pa pjesëmarrjen e deputetëve të opozitës, të cilët kanë bojkotuar seancën me vendim të grupit të tyre parlamentar. Për shkak të mungesës së opozitës, interpelancat e planifikuara për këtë seancë nuk u zhvilluan, duke ndryshuar rrjedhën normale të punimeve parlamentare. Opozita ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në seancë për sa kohë sipas saj nuk u lejohet të paraqesë kërkesat që lidhen me protestat e zhvilluara jashtë ambienteve të kuvendit. Sipas këtyre, këto kërkesa
ishin refuzuar edhe në seancën e kaluar ku ishin kërkuar mocione me debat për tu trajtuar në sallë. Në sallë mazhoranca vijoi punimet parlamentare dhe shqyrtimin e pikave të rendit të ditës duke miratuar projekt ligjet e parashikuara. Kreu i grupit parlamentar Partisë Socialiste Tauland Balla ka sulmuar protestuesit në fjalën e tij për media pas daljes nga seanca plenare. Kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal, kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sapo kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjegjësia e policisë shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhunë aty. Dhunë një person i cili i dënuar në 20 vjet 15 herë. Si quhet zoti Balla? Anton Frau, keni aty. Balla komentoi edhe incidentin e raportuar më herët të ish ministrit të drejtësisë Ulsi Manja dhe deputetit Partisë Socialiste Adnor Kadeli. Kolegu Manja, ish ministri i drejtësisë, kolegu tjetër Kadeli, kanë qenë njerëz që çohen herët, që vinë punë herët, në 8 të mëngjesit duke pirë një kafe pranë godinës parlamentit dhe aty janë sulmuar fizikisht nga banda kriminale Gentian Propi. Dhe kjo bandë kriminale është turpi i policisë shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që pardje. Ndërsa deputetja e Partisë Socialiste Elisa Spiropali mbajti një qendrim tjetër mbi ecurinë e seancës dhe raportet me opozitën. Të dëgjojmë edhe të ofrojmë edhe zgjidhje. Nuk duhet me protestuesit, duhet me me veten. Nga të gjithë nuk jepen këtu aty për aty. E rëndësishme është që Kuvendi i Shqipërisë të përdoret për të folur për njerëzit, për të folur për shqetësimet, për të ofruar zgjidhje, për të parë më shumë nga vetja dhe secila forcë politike dhe secili ka në atë kuvend duhet bëj analizën e vetes përpara se të bëj analizën e kushtarë. Në përfundim të seancës, deputetët e mazhorancës votuan projekt ligjet e rendit të ditës, ndërsa Kuvendi vijoi punimet në mungesë të plotë të opozitës në një klim të tensionuar politike brenda dhe jashtë sallës parlamentare. Partia Demokratike ka njoftuar bojkotimin e seancës plenare duke akuzuar mazhorancën se po pengon nismat e opozitës dhe po shmang përgjegjësitë për të dhënë llogari. Në të njëjtën kohë, jashtë Kuvendit u regjistruan përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Partia Demokratike nuk ka marrë pjesë në seancën plenare të Kuvendit duke vendosur bojkotin e punimeve parlamentare në shenjë proteste ndaj sipas saj refuzimit të mazhorancës për të shqyrtuar 4 projekt ligje të propozuara nga opozita. Në një deklaratë zyrtare, grupi parlamentar i Partisë Demokratike akuzoi shumicën se po pengon opozitën të ushtrojë funksionin e saj kushtetuese dhe të përfaqësojë interesat e qytetarëve. Sipas demokratëve, në seancën e kaluar mazhoranca rrëzoi kërkesat për debat parlamentar lidhur me rezolutën e Parlamentit Evropian dhe protestën qytetare, si dhe refuzoi kërkesën për llogaridhënie nga kryeministri. Opozita theksojnë gjithashtu se konferenca e kryetarëve ka miratuar kalendarin e punimeve deri në fund të sesionit parlamentar pa përcaktuar datën e shqyrtimit të 4 projekt ligjeve të depozituara prej saj. Bëhet fjalë për nismat që synojnë shfuqizimin e ndryshimeve për ligjin për zonat e mbrojtura, ligjin për investimet strategjike, paketën e maleve dhe disa dispozita të ligjit për trashëgiminë kulturore. Sipas Partisë Demokratike, këto projekt ligje pasqyrojnë kërkesën e protestuesve dhe shqetësimet e ngritura edhe në rezolutën e fundit të Parlamentit Evropian. Për këtë arsye, opozita deklaron se bojkoti do të vazhdojë derisa këto nisma të përfshihen në procedurën parlamentare për shqyrtim dhe votim. Demokratët kanë reaguar edhe për masat e sigurisë jashtë Kuvendit, duke pretenduar se kodina është rrethuar nga qindra efektiv policie për të penguar protestën e qytetarëve. Sipas tyre, zhvillimi i punimeve parlamentare në këto kushte zbeh rolin e Kuvendit si institucion përfaqësues i qytetarëve. Ndërkohë, jashtë parlamentit vijojnë tensionet mes protestuesve dhe forcave të rendit, ndërsa seanca plenare pritet të zhvillohet në mungesë të deputetëve të Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka përfunduar zgjedhjet për strukturat e reja të Këshillit Kombëtar, duke zgjedhur për herë të parë një grua në krye të këtij forumi. Juliana Emiri do të drejtojë Këshillin në 4 vitet e ardhshme, ndërsa u zgjodhën edhe 20 anëtarët e rinj të kryesisë. Ky proces solli ndryshime të rëndësishme në drejtimin e partisë, me përfshirjen e figurave të reja dhe largimin e disa emrave të njohur.
Partia Demokratike ka finalizuar zgjedhjen për drejtimin e ri të Këshillit Kombëtar duke shënuar një ndryshim të rëndësishëm në strukturat e saj drejtuese. Për herë të parë në historinë e kësaj force politike, në krye të Këshillit është zgjidhur një grua, Juliana Emiri, e cila do të mbajë këtë post për 4 vitet e ardhshme. Emiri, e cila nuk ka pasur një angazhim të gjatë politik brenda strukturave të PD-s, njëhet si pjesëmarrëse në protestat e opozitës dhe së fundmi edhe në lëvizjet qytetare. Ajo do të pasojë në këtë detyrë Edi Palokën duke marrë drejtimin e një prej organeve më të rëndësishme të partisë. Paralelisht me këtë zgjedhje, antarët e Këshillit kanë votuar edhe për 20 antar të rinj të kryesisë, të cilët përbëjnë bërthamën e re drejtuese. Këtyre emrave do t'i shtohen më vonë edhe drejtuesë të tjerë të strukturave qendrore, përfshirë sekretarin e përgjithshëm, nënkretarët e partisë, drejtuesit e komisioneve parlamentare dhe sekretariatet. Në listën prej 61 kandidatësh të propozuar, disa figura të njohura nuk arritën të siguronin votat e mjaftueshme për të qenë pjesë e kryesisë, mes tyre Edi Palok, Arjan Doja, Luan Baçi, Genç Strazimiri dhe Fidel Kreka. Ndërkohë, në përbërjen e re bie në sy emra të rinj si deputeti Gjin Gjoni, kryebashkiaku i Kavajës Fisnik Qosja dhe mjeku i lir Ali Mehmeti, të cilët përfshihen për herë të parë në struktura drejtuese. Pjesëmarrje e konsiderueshme shënuar edhe nga gratë dhe të rinj. Ndër më të votuarit nga gratë rënditet Ilda Zhulali, Edith Harxhi, Eda Grimçi, ndërsa nga të rinjt spikat Andja Udhiri si dhe Glau Goldashi, djali i ish deputetit të ndjerë Sokol Oldashi. Në përbërjen e re mbeten jashtë disa nga figurat të njohura të Partisë Demokratike si Josefina Topalli, Belind Kthixhi, Alto Bumçi, Bars Pahia dhe Florian Mima, në një proces që ka sjell një rinovim të ndjeshëm të strukturës ku rreth 60% e antarëve të zgjedhur janë të rinj nën 35 vjeç. Përbërja përfundimtare e kryesisë pritet të plotësohet në ditët në vijim, kur të emërohet edhe sekretariatet, nënkryetarët dhe përfaqësuesit e diasporës, duke përballur kështu riformatimin e plotë të drejtimit të Partisë Demokratike. Qeveria ka shtuar me 3 milion euro fondin e dedikuar për start-upet gjatë vitit 2026, duke e quar mbështetjen financiare në një total për 6 milion eurosh. Vendimi u prezantua në ceremoninë e shpalljes së fituesve, ku u vu në dukje edhe rritja e numrit të aplikimeve. Kryeministri gjithashtu njoftoi se fondet do të zgjerohen më tej dhe se deri në fund të dekadës do të krijohen mekanizma të rinj financimi. Qeveria ka miratuar një shtesë për 3 milion eurosh për programin e granteve të start-upeve për vitin 2026, duke dyfishuar totalin e mbështetjes në 6 milion euro. Vendimi u bë pjesë e një akti normativ të miratuar 2 ditë më parë dhe u bë publik gjatë ceremonisë ku u shpallën dhe fituesit e këtij viti, përfshirë 15 projekte nga diaspora. Gjatë aktivitetit kryeministri shpjegoi se rritja e fondit u bë si përgjigje ndaj numrit të lartë të aplikimeve dhe vlerësimit të buxhetit fillestar, pasi nuk mjaftonte për të mbështetur të gjithë projektet që kishin kaluar filtrin e komisionit. Ekonomia në këta muaj ka reaguar shumë pozitivisht dhe si rezultat det ardhurat në buxhetin e shtetit janë rritur përtej parashikimit, gjë që na bëri të angazhojmë edhe një fond ekstra. Ai theksoi se mbështetja për start-upet pritet të rritet gradualisht në vitet në vijim, me objektivin që deri në vitin 2030 fondi të arrijë rreth 20 milion euro. Ambicia jon është që deri në fund të kësaj dekade, pra në 2030 të arrijmë në një kapacitet prej 20 milion eurosh për mbështetjen e startupeve. Dhe këtë ne mund ta bëjmë pikërisht duke filluar me krijimin e fondeve të posaçme që i kemi parashikuar në legjislacion tani më dhe që mund të krijohen me bashkëpunimin mes qeverisë dhe burimeve të tjera financiare që vijnë nga sipërmarrja apo që vijnë nga institucionet tjera financiare apo nga partnerë të vendit tonë. Fjalën e tij drejtuar fituesve të programit, kryeministri u ndal edhe te sfidat e prezencës online, duke u referuar fenomeneve të bullizimit ndaj sipërmarrësve të rinj. Unë jam njëshi për volumin e sharjeve të akuzave, të shpifjeve, të sajesave. Dua të ndaj me ju një eksperiencë shumë të thjeshtë. Mos zbrisni tek komentet. Kaq e thjeshtë është e gjithë. Impakti psikologjik i bullizimit ka raste që bëhet shumë problem. Kështu që injorojeni totalisht. Ju nuk jeni të shitur se merrni fonde nga programi i startupeve. Programi i startupeve është një program
i cili financohet me taksat e të gjithë qytetarëve nga buxheti i shtetit. Sipas tij, programet të startupeve financohen nga buxheti i shtetit dhe synohet të jap mundësi aplikantëve të zhvillojnë idetë e tyre pa kushte të tjera përveç realizimit të projekteve të paraqitura. Hasan Feracaku, i akuzuar si i përfshirë në masakrën e Velipojës të vitit 2021, është larguar nga banesa ku vuante masën e sigurisë arrest shtëpie. Edhe pse mbahet në mbikëqyrje policore në Shkodër, ai ka arritur të aratiset. Policia ka nisur kërkimet për kapjen e tij dhe po heton mënyrën se si u bë i mundur largimi. Një prej personave të akuzuar për ngjarjen e rëndë kriminale të Velipojës ka mundur të shpëtojë mbikëqyrjes së policisë. Hasan Feracaku është larguar nga banesa në Shkodër ku prej afro 3 vitesh qëndronte në arrest shtëpie, masë vendosur nga gjykata pas përfundimit të afateve të paraburgimit. Sipas informacioneve, ai mbahej në ruajtje 24 orë në 24 nga efektiv të policisë së Shkodrës. Megjithatë, ka arritur të largohet në rrethana që ende nuk janë bërë të qarta. Pas konstatimit të mungesës së tij, autoritetet kanë ngritur prika kontrolli dhe ka nisur kërkimet për lokalizimin e tij. Feracaku ishte mes personave të proceduar për përplasje me armë zjarri të ndodhur në 26 qershor 2021 në plazhin e Velipojës, një ngjarje që tronditi vendin për shkak të pasojave tragjike. Ai mbeti plagosur gjatë konfliktit dhe u arrestua menjëherë pas ngjarjes së bashku me nipin e tij, atëherë 17 vjeç. Nga shkëmbimi i zjarrit humbën jetën 4 persona, Kujtim Feracaku, vëllezërit Edmond dhe Giovanni Gocaj, si dhe 20 vjeçari Myzerim Zeneli, kamarier që kishte nisur punën vetëm atë ditë. 2 persona të tjerë mbetën plagosur. Sipas dosjes hetimore, konflikti nisi për mosmarrveshje mbi administrimin e një hapësire me shezlon në plazhin e Velipojës. Por brenda pak minutash u përshkallëzua në përdorimin e armëve të zjarrit, duke sjellë një bilanc tragjik. Në vijim të hetimeve për atë ngjarje, policia shpalli në kërkim dhe 3 djemt e Hasan Feracakut të dyshuar për përfshirje në konflikt. Ndërkohë, arratisja e tij nga arresti shtëpia ka hapur një tjetër hetim, i cili do të përcaktojë përgjegjësinë për mënyrën se si arriti të shmangej kontrollit të forcave të rendit. Gjykata e Korçës ka konfirmuar masën e sigurisë arrest në burg për Nikola Gollin dhe David Priftin, të dyshuar për plagosjen e Brian Syzos në Pogradec. Pas një seance rreth 2 orëshe, gjykata e cilësoi të lishëm arrestimin e tyre, ku sipas hetimeve dyshohet se sulmi lidhet me konflikte të mëparshme që kishte si objektiv eliminimin e 35 vjeçarit. Gjykata e Korçës ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për Nikola Gollin dhe David Priftin, të arrestuar si të dyshuar për plagosjen e 35 vjeçarit Brian Syzo, ngjarje e ndodhur pak ditë më parë në Pogradec. Pas një seance gjyqësore që zgjati rreth 2 orë, trupa gjykuese vlerësoi të lishëm arrestimin e të dyshuarve dhe la në fuqi kërkesën e prokurorisë për mbajtjen e tyre në paraburgim deri në vijimin e hetimeve. Sipas dosjes hetimore, menjëherë pas ngjarjes, autori i dyshuar dhe 3 persona të tjerë u larguan me shpejtësi nga vendi i krimit. Gjatë arratisjes, ato parktisën automjetin në zonën e Qafthanës dhe më pas u ndan për të shpërtuar ndjekjes së policisë. Nikola Golli u lokalizua dhe u arrestua pak minuta më vonë në një furgon në Prenjas, ndërsa gjatë operacionit hetimor u vu në pranga edhe David Prifti, dyshuar se ka ndihmuar autorin pas ngjarjes. Nga hetimet paraprake rezulton se sulmi dyshohet të ketë qenë i planifikuar me qëllim vrasjen e Brian Syzos, ndërsa motivi lidhet me konfliktet vazhdueshme mes palëve. Prokuroria po vijon për të dokumentuar plotësisht dinamikën e ngjarjes dhe për të identifikuar rolin e personave të tjerë të dyshuar si të përfshirë në këtë rast. Të nderuar teleshikues, në vijim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 3 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me dominim të kthjellimeve dhe intervaleve të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në relievet malore, gjatorëve të pasdites, priten vranësira të lehta kalimtare, kryesisht në zonat lindore dhe juglindore, ku nuk përjashtohen rreshje të dobta dhe afat shkurtra. Në ultërsirën perëndimore, moti do të mbetet kryesisht me diell dhe temperatura tipike verore. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara malore gjatë pasdites do të ketë vranësira kalimtare.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 9 deri në 11 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 20 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 17 deri në 30 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri në 29 gradë, Tiranë 19 deri në 34 gradë, Durrës 23 deri në 30 gradë, Kavaj 22 deri në 30 gradë, Elbasan 20 deri në 34 gradë, Berat 21 deri në 34 gradë, Korç 15 deri në 28 gradë, Vlorë 23 deri në 31 gradë, Gjirokastër 16 deri në 29 gradë, Sarand 23 deri në 31 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 3 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod pjesërisht i qëndrueshëm, me alternime kthjellimesh dhe vranësirash. Gjatorëve të pasdites në disa zona priten zhvillime vranësirash që mund të shoqërohen me rreshje të dobta lokale, kryesisht në zonat malore. Temperaturat do të mbeten të freskëta, krahasuar me ditët e fundit. Paraditja do të ketë mod kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira kalimtare në disa zona. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 29 gradë. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovic 15 deri në 28 gradë Celsius, Podujev 14 deri në 27 gradë, Skënderaj 15 deri në 28 gradë, Pej 15 deri në 28 gradë, Prishtinë 15 deri në 28 gradë, Gjakov 16 deri në 29 gradë, Malishev 16 deri në 29 gradë, Gjilan 15 deri në 28 gradë, Ferizaj 15 deri në 28 gradë, Kaçanik 14 deri në 27 gradë, Suharek 16 deri në 29 gradë, Prizren 16 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishim në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.